Profeti para 800 vjetësh parashikon që Jezusi do të kryqëzohet në mes të hajdutëve dhe do të tejshpohet, por nuk do t'i thyet asnjë kock. Hajdutëve në krah të Jezusit, rojet romake u thyen kërcit, këmbët, në mënyrë që ata të vareshin në kryq dhe të mos kishin mundësi të merren me frymë dhe të vdisnin. Për Jezusin kjo nuk u bë sepse kishte vdekur përpara kësaj, përpara se të ndodhte kjo ngjarje. Dhe rojet romake për të siguruar që ai kishte vdekur vërtet, njëri prej tyre merr një hesht edhe e çpon atë në krahun e majt në brinj. Isaia 52-53 dhe shumë profet të tjerë japin me detajet nga më të imtat jetën e Jezusit. U predikuaj që nuk do t'i thyej asnjë kock, u predikuaj që do të hidhin short mbi rrobat e tij. Edhe vërtet rojet romake për të përfituar, hodhën short se kush do të merrte rrobat e Jezusit. Ishte caktuar që do të varrosej pra me këta dy hajdut, por profeti kishte parathënë që është caktuar të varroset me kriminalët, por do të varroset me të pasurin. Edhe me të vërtet, një pasur ndërhyri tek guvernatori romak që ta merrte ai trupin e Jezusit dhe e vendosi në varrin që kishte përgatitur për veten e vet, një varr të pasuri. Janë plotësuar të paktën 23 profeci të bëra për Jezusin vetëm ditën e vdekjes së tij. Dikush e ka llogaritur dhe ka thënë është njësoj sikur të mbushësh gjithë planetin ton me monedha për gjysmë metri, të shënosh njërin prej tyre dhe ta hedhësh nga avioni diku. Dhe ti t'jesh i aftë të shkosh ta gjesh atë monedhë. Kaq është shansi që të ndodhi rastësisht gjithë këto profeci. Është pothuajse matematikisht e pamundur.